Por fillimi I vërtet është pasi Ramazani ka përfunduar. Fillimi I vërtet, sfida e vërtet është pasi Ramazani ka përfunduar duke shtruar pyetjen: a do të vazhdosh njësoj pas Ramazanit, apo do të kthehesh sërish atje ku ishe përpara muajit begat Ramazanit? A do të vazhdosh të ndërtosh mbi veprat e mira, të shtosh? A do vazhdosh në të njëjtën linjë sërish, apo do të kthehesh edhe një herë atje ku ishe përpara muajit begat Ramazanit? A do ta çosh dëm atë kapital që grumbullove, atë mund që hodhe në muajin e begat të Ramazanit, siç tregon Zoti I gjithësisë në Kur'anin famëlar, shembullin e asaj gruaje, e cila në fakt nuk kishte problemet e saj mendore. Dhe thot ajo gjithë ditën e thurte, atë robën, atë copën e pëlhurës e thurte gjithë ditën, thot bikue, pra me një fuqi të madhe, me një përpjekje të jashtëzakonshme. Dhe kur vinte mbrëmja, thot e shefte atë të gjithën nga fillimi. Pra ç'vlerë kishte koha e saj, nuk kishte asnjë lloj vlere. Ç'vlerë kishte mundi I saj, nuk kishte asnjë lloj vlere sepse ajo e shkatroi.